Partia Socialiste, tu ka vetëm demokrat, tu ka vetëm fitore, tu ka vetëm bindje që ne do ta fitojmë 11 majin. Unë jam Arnold Kariqi, kam shërbyer në fakt gjithë mund ngjohen edhe nëpërmjet ekranit. Kërkoj votën tuaj, siç kam shërbyer në televizion për ngritur problemet e Kavajës në të gjithë zonave këtu përreth, ashtu do të shërbej edhe në parlament. Për të qenë një zonë jo si kukull, jo për të marrë votën dhe për të qëndruar atje për të ngrohtë karrikën, por për të ngritur zonin. Se Kavajës ka munguar një zonë parlament. Për gjithë hallet e juaja, për gjithë problemet e juaja, për gjithë vështirësitë që hasin gjithë banorët, jo vetëm të Luzit, të Vorozenit, por gjithë Kavajës. Ky është një takim prezantues, ne normalisht do të flasim edhe për programin, takimin tjetër që do të bëjmë bashkë. Unë nuk mund të rri pa përmendur atë që lëngon Kavajës, popullimin, largimin, gjithë të rinj, shumë për ju mund kenë fëmijë, nipa, mbesa që sot si kanë këtu, por ka edhe nga ata që kanë ndërmend politik. Dhe hajde të jepni votën që t'i mbajmë njerëzit tu, që të cilën me ndryshim, që të cilën normalitet, që t'i cilën Kavajës fytyrën, që këto ja kanë në përkëm, këto ja kanë zi fytyrën Kavajës, këto ja kanë zhvesh Kavajën, këto ja kanë marrë nevojë sjellës, këto ja kanë marrë elektrik, hipotekë, gjykata, këto kanë lënë Kavajën pas një lloj vlere dhe fuqi administrative. Sepse këto urrejnë Kavajën. Dhe për këtë jemi ne sot këtu. Unë për ne kërkoj votën tuaj. E kërkoj për të kthyr Kavajës gjithë këto institucione që kanë marrë. Gjithë bashkë. Jepini fuqinë, na sillin fonde, që edhe bashkia të ketë më shumë mundësi për të investuar për Luzin, për Vorozenin, për Kavajën, për gjithë zonat që janë këtu. Ne jepni fuqinë që t'ju japim edhe ju një jetë më të mirë, rroga më të mira, pensione më të mira se cili e kemi bë. Se mund ta ngjojë edhe Rama që të tash edhe jap programin. Atë që si ka bën 12 vite kërkon të bëj sot, por nuk i bën dot më, sepse njerëzit nuk janë budallë. Jepeni mundësi Sali Berishës, sepse ka treguar vetëm që ato që ka thoni ka po. Ndoshta nuk jemi perfekti 100%, por jemi shumë më të mirë se sa këto. Kështu që kështu siç jeni sot këtu, në 11 maj, gjithë siç jeni të jepni votën Partisë Demokratike. Faleminderit nga zemra dhe suksese gjithë kandidatëve.